Vitrat musliman mani men mirë, vitrat nuk e kanë qëllimin me nimu veç fukaras. Qëllimi par i vitrave është që agjerusi me pastru agjerimin e vetë. Do më thënë, ti je qëllimi, jo i pari fukaraja, i pari e ti. Ti duhet me pastru agjerimin tanë. E qysh me pastru agjerimin, por mangësit e agjerimit që i ke bo, i jep ushqim. Sa me dhanë ushqim, tash do të tregoj me shambull inshallah. Kujna me dhanë ushqim të varfërit. A ban nëse është farefis? Ban nëse është farefis, me kush me kanë i varfën. Nëse është i varfën, edhe është prej farefisit, është edhe ma herë. Çka me dhanë prej ushqimit? Me dhanë mill, grun, elb, oriz, pasul, kumpira, kjo është ushqimi i popullit tonë. Qysh ka thonë Muhamedi alayhis salam, ushqim. A ban me dhanë vaj? A ban me dhanë për pastrim? Jo. Këto nuk ban me dhanë me qëllim të vitral. Ban me shtu. Ama jo me qëllim të vitral. Me qëllim për vitra, por me kry vitrat, do të me dhanë ushqim. Sa me dhanë ushqim? Prej pasulit, prej kumpiral, prej millit, prej orizit, prej hurmel. Sa me dhanë ushqim? 4 par grushta, në saa, 4 par grushta që shto musliman. Tash e tregojmë me shembull. Një par grushta musliman, kështu i mush grushtat. As shumë që modern, po as pak, një par grushta. Ne kena bo me këto letrat për mos me qu pashtë ushqimin. Një par grushta, po dikush që ka grushtat e mlaj, sa i ka dhonë Allahu. Grushtat e mlaj, hanë ma shumë, punon ma shumë, ka që ka dhonë Allahu. Një par grushta. I qetë, një par grushta. Tani, 2 par grushta. 2 par. Tani 3 par grushta. Edhe 4 par grushta. 4 par grushta për person. E qartë musliman, e mush një kësi sahani, për cilë persona, për krejt personat, krejt antarët e familjes. Sa antarët familjes i ki? 4 antar, 5 antar. Po kjo është i vogël fëmi, edhe për këta. Kjo veç sa ka lind, edhe për këta. Por krejt jap, por të voglin, por të madhin, por krejt antarët e familjes i jap vitra. Nëse i ki 5 antar, për se cilin ka 4 par grushta, edhe i kryn. Tashme, dikush thot, po me çmime s'moj me të kallzua musliman. Orizi ka tjetër çmim, milli ka tjetër çmim. Unë e këshyra ekstra çmimin e millit standard, më të mirë se standard në Zvicër, ishte dikon 2 franga edhe trapi. Do më thonë, për një person, i bjen me dhonë 2 kila e gjys, kjo është prafërsisht 2 kila e gjys dhe në 3 kila, mill. Ka që i bjen? 2 kila e gjys dhe në 3 kila. Hajde po thojnë 3 kila. Do më në 3 kila, ka 2 franga, 6 franga. Edhe ato edhe cent, 6 franga, 30 cent. Por person, kur të këshësh, thojnë 25 franga. Nuk e di ka kanë artë kjo ide. Ajo që ka më intereson mua, intereson me të kallzu që për person e ki por afërsisht 2 kila e gjys dhe 3 kila, 4 par grushta që shtam kështu. I mush. Dikush që ka grushtat më të mëdha i ban 3 kila, dikush më të vogël 2 kila diçka. Domthon kjo është mesatarja e të mushnit, i mush 4 par grushta për person, mill, ushqim. Po a ban me shtu, se kur të këshysh musliman është i 5 antar, i bjen pak. 5 antar i bjen 13 kila dhe 15 kila mill. A kjo pak? Ani pak, elhamdulillah rabbil alamin. Të është e aban me shtu, shtasat mëjsh. Sa që të në te Allah tjatë, ama kryesorja vitrat kry. Tash, për shembull, nëse do në mja që fukaras, kujdes. Nëse i ki 5 antar, kujdes që me kanë 15 kila mill, ose për shembull 7 kila mill, 8 kila pasol, ose për shembull 5 kila mill, 5 kila pasol, 5 kila kumpira. Ushqim, bazë ushqimit, tëni aty anin ashta që ka dush. E qartë? A ban me dhënë pare? Jo, muslima, nuk ban me dhënë pare. Rasulullah a.s. kur nuk ka dhënë pare, ka pas pare prezent në kohët Rasulit a.s. Sahabiju i fundit, ka thënë kur nuk e një në një për sahabëve që ka dhënë pare, ka pas pare në të kohë. Thash edhe njëherë, mos meno për fukaran, meno njëherë për vete, ti ki me pastru agjerimin tanë. Vitrat janë për me pastru agjerusi, agjerimin e tina, tani është për pastrim. Kur me dhanë, dita me mirë është dita 28. Ama kujdes, duhet me dhanë para ditës bajramit. Nëse nuk jep para se më falë bajrami,
atëra aty anina shkojnë sadaka. Shkojnë sadaka. Kështu që do të më dhanë mas mirëti ditën e 28, ditën e 29, ama jepi para Bajramit. Kujdes, jepi para Bajramit. Mos e zin asgjë musliman, është punë shumë e madhe, është pak, po është e madhe te Allahu Azza wa Jall. Elusum Allahun Azza wa Jall na bëj për aty që kena fol qartë, me kanë qartë për muslimanët.